Enti shtetëror për revizioni publikoi raportet vjetore të partive politike për vitin 2016, sipas të cileve më shumë para nga donacione ka marrë PMRO TPMN-ja. Vitin që shkoi për partinë e Nikola Gruevskit, para kanë dhënë gjithsej 5.880 persona dhe disa firma, gjithsesi në llogarinë e kësaj partie janë nderdhur 1.880.000 euro. Në mesin e donatorëve ka antarë të VMRO DPMN-s, ministra, deputet, drejtor, kryetar të komuneve, por edhe organizator të protestave për Maqedoni të Përbashkët. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi shpreu shpresë me zgjedhjen e tij konstituimin e Kuvendit dhe së shpejti edhe me formimin e qeverisë së re, shteti do kthehet në rrugën drejt krijimit të një shteti funksional me institucione funksionale dhe të pavarura. Ai përithiri opozitës që të marrë pjesë aktive, jo të shërbejë vetëm si dekor. SHGM-ja kërkon heqje të menjëhershme të masës së paraburgimit për gazetarin Zoran Bozhinovski për bashkim kriminal, spionim dhe shantazh. Është e pakuptueshme që një gazetar të mbahet në paraburgim plot 2 vjet e gjysmë, 18 muaj nga të cilët në Serbi dhe 13 muaj në Maqedoni, pa prova dhe pas 10 seanca gjyqësore të anuluara kryesisht me faj të gjykatës, thuhet në kumtesë.